Unë duhet të them vetëm një gjë. Tash ka ardhur koha që në ekonominë shqiptare nuk kam mese me çfarë të justifikohet askush. Pra, kjo që po jetohet është një gjendje totalisht reale. Pra, është një gjendje totalisht reale dhe në të kundërt, dhe ose do të themi që për më keq akoma që akoma nuk është pasqyruar realiteti i vërtetë i ekonomisë shqiptare. Që do të thotë? Që do të thotë që kriza ekonomike, neve flasim për krizë ekonomike, flasim për recesion, por ne si shtet, ky si shtet akoma nuk e ka ndjerë se ç'do të thotë recesion dhe krizë ekonomike. Por kjo do filloj do ndihet. Pra, trokitja e parë, shtetet shqiptare u bën nga FMN-ja. Pra, vizita e FMN-s në Shqipëri, ardha e FMN-s në Shqipëri, ka një kuptim goxha të madh për ekonominë shqiptare, që do të thotë që gjithë kjo krizë këtu tani fillon dhe del mbi sipërfaqe. Atëherë këtu fillojnë edhe do duken pasojat e këtij recesioni ose të kësaj gjendje të rënduar ekonomie në Shqipëri. Pasi normalisht FMN-ja duke gjatë gjithë kohës ka rënë trumpetës, duke kërkuar reformën për do t'i themi për ekonominë, pra reforma në mbledhjen e taksave, reforma në do të themi në politikat fiskale, reforma në gjitha drejtimet. Janë aplikuar dhe zbatuar reforma. Nuk janë. Reforma fiskale, reforma politikën monetare. Kur ti si shtet ke një tavan të borxhit tënd, ti mbledh parlamentin dhe e shtyn ata e bën parimit. Ti mund ta çosh 100%. Po kjo është ligj që punon nga FMN, nga bota, nga Banka Botërore, sepse s'po punon me lekë të tua, punon me lekë të Bankës Botërore normalisht.